Kjo që po ndodhë këtu në këtë popull, kohët e fundit, me u vranë ndërmjet veti, ne, si shqiptar, si besimtar, Pse kjo nuk ka koment. Pse jenë largu për rrugës Zotit? Se njeriu që në rrugë Zotit, vallaj nuk po bona kështu sentimental apo emocional më prek e me u paraqit të si aktor veç. Vallaj, jo njeriu, po as kafshën, e as shpendet, e as insektet nuk i mbyt njeriu që ja ka frikën Zotit. Njeriu që është i lidhur me Zotin, sepse edhe kafshët, edhe shpendet, edhe insektet, edhe bota bimore janë botën veti. Edhe pra ta, ne themi falënderimit elhamdulillahi rabbil alamin, falënderimit takon Allahut, Zotit të botëve, jo vetëm të botës së njerëzve, po edhe botëve tjera. Kështu që sa më larg fesë, që to dukurit negative kemi pas plot. Pse? Se Zoti ne ka dhënë rrugën e drejtë, edhe thretën e të. Edhe kjo fundin e ka, çka? Të lumtur, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, në xhenet. Edhe kalon rrugicat e djallit shejtanit. Edhe ata thrasin atë. Dikush thret në alkool, dikush thret në drogë, dikush thret në prostitucion, dikush thret në fajde, dikush thret në trafikim qenie njerëzore, dikush thret në diçka tjetër. E na tash, pse po i luftojmë ato? Pse janë të dëmshme për këtë popull edhe për këtë vend? Se e ke po njerëzit kur janë në ndikim pije narkotike çfarë veprime bëjnë. E ke po kur janë në ndikim pije alkolike çfarë veprime bëjnë. E na, jo pse neve po na prek në xhepin ton apo dëmtomi, po preket populli. E misioni i hoxhallarëve është me rujt popullin prej të këqijave. E pastaj, çka me praktikue fen, sepse duke praktikuar fen, ti jo që i bën mirë vetes, po i bën mirë edhe të tjerëve. Sepse një besimtar musliman, se fjala muslim, që ne quhemi musliman, muslim do të thotë i dorëzuar, i nënshtruar tërësisht para krijuesit. S'ka më tash ti me vjedh, e me rrejt, e me tradhtue, e me mashtruhe, e me përgojue, sepse ju ke dorëzuar Zotit. Po, çfarë thot feja në këtë rast për familjen edhe rastet e fundit që kemi pasur të dhunës ndaj grave? Feja mas pari ka ardhur për me parandalue gjanat e këqija apo dukurit devijante. E jo për me shërua, po për me parandalue. Hiç do me thonë, feja është mas preventive, nuk len me ardhë hiç. Pse? Sepse është rregull, parim i fesë, se qysh t'ua bësh të tjerëve, do të bëhet ty. Me të njëjtin mënyrë do të kthehet. Apo don ti me mërzit dikon, po edhe ty ka me të mërzit. Apo don me gëzu dikon, po ka me të gëzu Zoti. Apo don me ndihmu dikon, ka me ndihmu Zoti. Apo don me alargu dikujt hallet, brengat, shqetësimet, mërzit, vujtjet, fatkeqësit, po edhe ti Zoti ka me të. Dhe më i miri prej njerëzve është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej njerëzve është anfa'uhum linnas. Ai që është më i dobishmi për njerëzit, jo ai që i dëmton njerëzit. Edhe njeriu e ka haram rreptësisht ndaluar me prekën dikon tjetër në autoritetin,